Bujqësia e pemtaria po përballet me mungesë të madhe të fuqisë punëtore, duke bërë që të mos ketë shumë mundësi zhvillimi për ta. Fermerizia Keshi nga fshati Majtar i Dibrës, i cili jo vetëm ka kultivuar aronjan, por edhe shumë lloje të ndryshme frutash të marra në shumë vende të botës, thotë se problemi më i madh deri tani është mungesa e fuqisë punëtore. Keshi ka eksperimentuar shumë lloje frutash, të cilat kanë rezultuar të suksesshme për klimën e vendit tonë, por shqetësimi më i madh i tij mbetet fuqia punëtore, e cila po e dëmton rënd sektorin e bujqësisë. Në fermën e Tizia Keshi ka me 10 lloje fidanësh të frutave të ndryshme, që kanë ardhur për herë të parë në vendin tonë, por që shumë specialistë nuk i njohin ende. Është që në vitin 2012 kena kryu fermën me një zotim të sinqert tek frutat medicinale më shumë dhe bimedicinale. Dhe kena vazhduar që në 2012 deri më sot aktualisht kemi fruta dhe bim nga gjithë bota aziatike, tropikale, egzotike. Gjitha kemi mbi 30 varietete faktikisht. Të kultivuara kemi plantacione 3 hektar deri tani. Por kemi rënë në vështirësinë të mëdha për fuqi punëtore zero. Dhe më shumë ndushte nuk është se fuqi punëtore mund ta gjeni, por nuk është i specializuar, nuk është i specializuar për këtë fushë që unë kam dhe ai më shumë dëmton se sa dëm bëj punën. Dhe kemi ardhur me vështirësinë të mëdha, me thënë drejtën. Tregun e kam paga shumë mirë, nuk çalej shumë këtë tregu, sepse jemi edhe prus fidanave nga këto 30 varietete, sepse këto e kena sjell, i kemi praktikuar praktikat reja, i kemi kultivu, i kemi ndjek. Ka shku deri në 3 vite një varietet, derisa e kemi pa domethënë fut në prodhim dhe ciklin e frutit është për 7 apo nuk është për 7, nëse për 7 atëherë kaloj duke provuar fidanat. Sa lloj frutash keni? Kemi mbi 30 varietete, mbi 30. Këto ndodhemi tek një varietet rrushi pa fara, me origjinë nga Amerika. Amerikanët e thirrin safira, kurse rust i ka lënë emrin sultanesh. Kjo nuk është pa fara, është ciklin e parë të pjekjes. Mund të hapesh i kokër? Po patjetër që do të hapim një frut, do ta demonstrojmë. Vitin e kaluar është kultivu si fidan. Nuk është pika akoma, don 2 deri në 3 javë maksimum, sepse eksperiencën e kemi shumë të pakët për një vit. Kjo është një lajthi e egër me gjithë kafe, po e ka mbyt ciklin e rritjes dhe e ka kthyer jeshile tani. Kjo është super lethi, nuk dën spërkatje, as pillë spërkatje, as për vruk, as për krim, as për gradrim. Që ka bën është në vit 4 kultivimit. Fidanët janë fidanat sepse nuk ka gjë që me e prodhu fidanin çfarë të jepë ama vet. Kjo është lethi, kam të kultivuar me 600 fidana këtu në plantacion. Kjo është aroni me origjinë nga Amerika dhe në rrjetet sociale quhet aroni. Shqiptarët ne thonë, nuk ka thot aroni, a boronis. Okej, boronis, çfarë të them unë? Kjo kultivuar në 2013. Kemi 6 dëlim, 1200 fidana, është në fazën e parë të pjekjes, pas 20 ose 25 gushtit, kjo është gati për treg. Tregun e kemi, me thonë drejtën, klientelën. Kjo është një varietet molle e egër me origjinë nga Siberia dhe është shumë e veçantë sepse kjo siç është nga jashtë ngjyra e ka dhe frutin tulin mrena. Sa ka filluar të pjekët tani? Ashtu si fermerizia Keshi, edhe shumë fermerë të tjerë ankohen për mungesë të fuqisë punëtore, por edhe për specialistë në fushën e bujqësisë.